Duket se ndonjëherë diploma nuk mjafton. Mbi 17.000 persona me arsim të lartë rezultojnë të papunë. Mjeku veterinar nga Vlora, Mario Nesturi, specializuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Itali, tregon se edhe të rinjtë e kualifikuar përballen me vështirësi për të ndërtuar një karrierë në vend. Nesturi ndan edhe eksperiencën e tij jashtë vendit, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku specializua profesionalisht. Ai tregon se u kthye në Shqipëri me besimin se do të kishte më shumë mundësi për të kontribuar, por thotë se pavarësisht vendeve të lira të punës që ekzistojnë, burokracitë dhe problematikat administrative shpesh kthehen në pengesa për punësimin e të rinjve. Unë quhem Mario Nesturi, vi nga qyteti i Vlorës, jam 30 vjeç, kam mbaruar në vitin 2019 studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës, master shkencor për mjekësi veterinare. Kam kryer praktikën një internship 5 mujor Erasmus në Universitetin e Milanos për mjekësi veterinare. Dhe më vonë në 2023 kam fituar një bursë studimesh Fulbright, një nga programet më prestigjioze në botë, për të kryer studime në Shtetet e Bashkuara për një master të dytë në shëndet publik. Kjo është edhe përpasoj sepse në Shqipëri nuk ka specializim të mëtejshëm pas mjekësisë veterinare dhe nuk ka një master të dytë që mund të bësh për shembull shëndet publik, siç ka jashtë shtetit për shembull për të njëjtën deg. Si fillim është normale të përjetosh pak cultural shock që quhet kur ndryshon shtetin, që shkon në një shtet tjetër, je larg familjes, je në një kulturë tjetër ndryshe nga ajo e jotja, por me kalimin e kohës përshtatesh dhe stabilizohesh. Ashtu si ndjen një far cultural shock kur shkon jashtë shtetit, pasi ke kaluar një periudhë të gjatë atje dhe je ambientuar në një shoqëri ndryshe, me rregulla ndryshe, ashtu ndjen edhe një cultural shock kur kthehesh në Shqipëri. E njëjta situatë ishte, si fillim mund të them javët e para është ajo shmallja me vendin, me familjen që ke nostalgji kur kthehesh, dhe pastaj është ajo përplasja me realitetin. 30 vjeçari rrëfense për shkak të burokracive është detyruar të bëjë ankesa deri në kryeministri. Pasi u ktheva nga Shtetet e Bashkuara, tash me një diplomë ekstra, me një formim ekstra, me gjëra që kisha parë që në Shqipëri fatkeqësisht studentët nuk arrin dot t'i mësojnë dhe t'i përjetojnë, që është një fatkeqësi shumë e madhe. Kisha synime më të larta, kuptohet. Megjithatë, sa për të mos ndenjur pa punë, mendova të aplikoja të rikthesha sërish te vendi punës që isha në Shqipëri përpara se të ikja. Atje pata një problem burokratik, pasi me informacionin që kisha, kishte vend të lirë pune, tek puna ime, por burokracitë që vinin nga Tirana, jo po duhet na vi kërkesë nga Vlora, jo po Vlora thoshte që ne kemi nevojë për punë, Tirana thoshte po duhet të shpallet me DAP të konkuroj për vendin e punës. Vlora u thoshte atyre që ky është një punonjës që ne kemi patur, ka qenë i provuar në punë edhe ka ikur për specializim ekstra, nuk është një punonjës që merret për herë të parë në punë. Gjithë ky ngërç burokratik zgjati diku deri te 3 muaj, derisa u detyrova që kontaktova drejt për së drejti kryeministrin për ta zgjidhur. Jo për t'u ankuar që shikon dua të më gjesh punë, por për t'u ankuar se si funksionojnë burokracitë në Shqipëri. Atëre mund të them se kryeministri u tregua i gatshëm për ta zgjidhur dhe për një periudhë shumë të shpejtë, do ta quaj, ako rekord, mora përgjigje. Megjithatë, u ndjeva pak në siklet kur unë kontaktova nga stafi që vuri në dispozicion kryeministri, sepse u duk si kur kjo gjë bëj, sepse unë kërkoja punë. Atëre, të them drejtën, nuk është se jam naiv. E prisja një situatë të tillë kur të kthesha, po që nuk e prisja deri në këtë farpike. E dija që situata në Shqipëri është e vështirë, e dija që situata në Shqipëri ka shumë burokraci, e dija që situata në Shqipëri funksionon me rekomandime, por mendoja që me kalimin e kohës gjërat ndryshojnë, mendoja që një diplomë e përfituar në Shtetet e Bashkuara është diçka që të hap shumë dyer, por u përplas me një realitet tjetër, them drejt. Atëre, ndoja të citoja një shprehje të kryeministrit, por pak ndryshe.
Kryeministri ka thënë që në Shqipëri ka punë, por s'ka profesionist, kurse unë doja thoja që në Shqipëri ka profesionist, por s'ka punë. Këto vështirësi nxjerrin në pa paradoksin e tregut të punës në vend. Nga njëra anë, mira biznese raportojnë mungesë të fuqisë punëtore dhe kërkojnë staf, ndërsa nga ana tjetër, shumë të rinj, edhe pse të arsimuar dhe të kualifikuar, nuk arrin të punësohen. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit, gjatë vitit të kaluar rreth 68.000 individ rezultonin të regjistruar si punëkërkues pranë zyrave të punës. Në të njëjtën periudhë, 9.700 biznese shpallën rreth 68.860 vende të lira pune, duke reflektuar kontrastin mes kërkesës së tregut dhe vështirësive që hasin punëkërkuesit.